Mirë se vini miq në Real People. Tashmë do t'jetë kështu takimi ynë i përhershëm në kanalin tim të YouTube-it, në rrjetet e mia sociale, biseda të cilat gjithmonë i marr me shumë kënaqësi për t'i bërë dhe ju i preferoni kaq shumë. Mos harroni që të shikoni në playlistën e kanalit të gjitha intervistat të cilat do të hidhen pa humbur asnjë, si ato serit e këndshme të intervistave dhe të një realiteti në Shqipërinë tonë me personazhe të vërtet, siç do të jetë edhe ajo e sotmja. Përpara se të shkoj tek edhe t'ju tregoj personazhin e radhës, dua t'ju ftoj që të bëni subscribe në kanalin e YouTube-it edhe të më mbështesni, pikërisht ashtu siç keni bërë për herë. Për të shkuar tek intervista me Bareshën. Baresha është një zonjë e cila ka historinë e saj, vështirësitë e saj, një zonjë e cila lëvizi nga fshati për të ardhur në Kukës, ku në sfidat e përditshme për të rritur vajzën, ajo është pa bashkëshortin që është ndarë nga jeta, për të më treguar pak më shumë se gjithë peripecitë e jetës, që nga fëmijëria edhe deri sot. Shkojmë ta takojmë. Baresh, mirë se të gjej. Mirë se erdhe. Nëjsi. Po, valla. Këtu jeton Baresha? Po, Këtu. po, këtu. Është e gjithë vila e jotja? Jo, jo. Ah, Jo, është e jo. jotja. Jo, jo. Jo. Po cili ku është shtëpia jote? Atje nart. Ah, ke vetëm Po. katjen e fundit. Po. Ecna po. Te eci unë përpara, po ec po ti. Ah, E di që kisha shumë kohë Baresha që s'kisha ardhur në Kukës në fakt për takuar njerëz edhe miq. po. Nuk të lidh shumë, ndoshta nga që ne shkojmë për shembull në Kosovë edhe e kalon Kukësin, nuk ndalesh në Kukës, ë? Po, ja. Po ti vetë je lind, je rrit në Kukës? Jo, jo, jam buzmadhe unë bëj. Bin buzmadhe martu me lusën. Ah, po ku është Buzmadhja? Ah, nalt të Veselshehu. Po ku i pikë kjo? Na shumë nalt, shumë nalt. Është shumë larg, është Ja, fshat, shumë ë? nalt, po. Po. Ah, e Am kuptoj. bashkë kushrinë e Veselshehu. Vesel Po, Shehi? Veselshehu, atë të shefurt. A se kënë gjuhë këtë Jo. në... Ja, Kush është? Ma prezento? Veselshehu. Jo. Është një shnush, një matë Ismail Drvashi, të venet e forta. Venet e fortë? Po, bashkë venet e forta. Po shkojnë mileta gjëve të grahen këtë me makina. Po shkon sepse është vend i mirë. Po, orte. Çfarë ka qenë? Kur nëse është rrugtar, shkon a gjeba një jetë diçka, e ne shkon e në nashës, në thotë bismillah, hinë ata, ka zënë vetë ato me hi, ku hinë, e ne ban një jetë, sta ka ban zemra, ne shkon. Po se është kur Ha, dërqepa. hajtë tani, hajtë. Duhet ti heq Po, kucët, a? jo, mos i hi, s'ka Mos po i gale. heq tani se ti... S'ka gale. S'ka gale për mos i hish. Po ç'ke se mos i kam çorapet me vrim. Si, tani filim dhe nëse më rrashna. Këtu qëndron ti? Po, se, Këtu jeton, ë? po, se, Në Papafingo. se. Hajtë më, se, goshile më drejë. Ta përshëndes edhe Po, gocën. ta përshëndesim gocë. Si e? Oj, Ti quhesh? Romina. Ti e Romina, ë? Kisha dëgjuar për ty Romina. Po. Kjo është banesa jote, ë? po, me qira. A jeton me qera Po, këtu? me qira, 170.000 atë mund. A mendova se ka Papu. qenë ishte shtëpia jote? A? Mendova mos ishte shtëpia jote. Jo, ti për që di mund se ka marrë. Më shpi me qira, prej vajzës se pa shkollë, se s'kishte kush më maqa vezët e shkolla. Nga se vdish burri, do me ranë qentër me s'quhe, unë e pa mundshme, s'kishim kush me masu, unë e kam marrë të shkëm me qentër. Oke, ulemi këtu. Ulu. Që nga pak ftohtë. Shumë ftohtë, na imi të ngri. Asobas, na imi të ngri, pres ftohtë. Po s'ka asnjë sot këtu me çan grofesh ti? Pse, vënë një fene dhe ne ketë do me pague. Me Fernell, ë? Po, Ah. se, si ku na shë. Sa vite jetove në Buzmadh? Kam 20 vetë. 20 vjet, ë? Po, unë jam martu edhe një, kam kone martu me dikun me Kalat Dodës, anë një tërman ka Kalat. E këtë du gju Kalat Kala Dodës, po e kam dëgju. E kam gju, e ne kam rri atje 19 vetë, edhe miki burri më la, kam 3 muj martes me atë burë. Po pse Po. t'ja muri? E ne iki në Angli, e ne nuk u këthijë më. Bëre shkollë atje? Jo, Në Buzmadh? Po, ma e kam shkollën atje, unë, po e Po, bëra e bëre u shkollë. Sa vite martova, bëre? Po, 8 vetë, 8 vjet. po, Në atë 8 vjet. kohë po, 8 vetë. As nuk ka kon klasë natë atë.
Nuk ka qenë klasë. Jo, nuk ka qenë. Tani. Vetëm 8 vite. Po gjimnaz nuk bërë? Jo. S'bërë gjimnaz. Kishte gjimnaz apo ishte Jo, shumë larg? ishte shumë larg, dhe të mëra në fshatin fshat. Sa larg ishte? Jo, si ishte shumë larg, po unë s'kishëm me kam me shkue, në kishte vetëm djem. A, vetëm djem shkolla? Po, vetëm djem kishte. S'kishte Jo, vajza? kishte në vajza, po s'kishte vajza për me shkua atje, s'kishëm shoqe. Po, kishte vetëm djem. Shkoje vetëm ti? Ja, unë s'u shkoshëm vetëm me djem, ja. Çfarë ka pëlqyer të më shumë? Dëshëm mu bëj infermiere. A ke dashur të bëhesh infermiere? Po. Është e bukur infermieri. Është si mjekësia, Po, e në motra madha. A motra e madhe është bërë infermiere? Po. Po baba ime e nënën kanë qenë kështu mendje hapur apo pak Jo, fanatik? fanatik nuk i kishëm, po ishte opinioni, drejt opinion, ndërgjegjja, nuk ishte. Në çfarë viti ke lindur ti? Unë 75. Në 75. Po, am 50. Ti ke qenë 15 vjeç, po them unë, 75 ti ke qenë në vitet 90. Po. Sa kishte rënë komunizmi. Po. Unë ishte bashkë në atë fazën e së shkoshëm. E çfarë marr? Me blegtori. Vetëm me blegtori. Po, vetëm me blegtori. Kena pas. Kam pas bakti. Po, bakti, lopë. Me lopë, me lopë, qumësht me këto, djath, me këto jeton. Tani djemtë kanë rritë, kanë njën, vëllaj madhe kanë në Angli, e ditë në Gjermani, e në tani si kanë baktit, kanë vetëm kanë di lopë. Po. Me toka, Po ti çfarë bëj atje në fshat? Unë punosh. Vetëm punoje? Që kur ke fillu të punosh tokën ti? Unë qish kur kam marrë klasën e 8. Kam hinë kooperativ, kam planin kooperativ. Barove klasën e 8, 15 vjeç? Po, ne kam hinë kooperativ dhe pastaj. Çfarë punë bëj në kooperativ? Atë shkushëm patate, si të shem ple, me kash. Po nuk ishte punë e lodhshme për të? E kishëm punë, bëdeshëm me pnas, ishna 6 fëmijë, deshna kutajshna. Ti je 50 vjeç tani? Po, 75. 50 vjeç. Mars. 50 vjeç. Dhe çfarë ndodhi më pas? Çfarë ndodhi? Domethënë ti vazhdove Si u martova? Deri në moshën nga mosha 15 deri 20 vjeç. Po, atë prap punë gjeri kur jam martuar. Vetëm ke punuar. Gjeri atë si kam dashur. Po, se jeta. Cila ka qenë puna më e vështirë që bëhen kooperativ? Jo, kur grash nacionalizëm, taracat. Taracat bash nacionalizëm e ne matë me cëntima, si e ke shkull në atë fazën si me pnuë, prap, dhe të me rëmu prap tokan. Si të shkojnë atë me, po, kena pas. Po me çfarë hapnit? Me kazëm. Me kazëm, Po, e hapje ti vetëm me kazëm? Po, me kazëm, dhe të me hapën e me isha në atë masën si duhet. Ke pas në i pasion përveç se infermierisë? Jo. Do e vetëm bësh e infermiere? Po, infermiere kishëm qef, po. Kështu muzika, arti, këto nuk është të kam pëlqyer. Jo, kishëm qef, kënoshëm për shembull, po. Çfarë kënoni? Kreshëm në përdarsma. Që bëshit gjithë bashkë? Po, me këndu këngët... Atëheri kënosh në nëse qashtë si kënon, kurse qashtë shkëne e marrin në nështë futin mrejna. Marri një këngëtar aty dhe... Po, që të s'ka, mos si kënon, kurse atëhere kënosh. Atëherë këndonin gjithë dasmorët në fakt. Po. Dasmat kam pasion të mdhajen atë? Atë u hapte një muj ditë, atë ditë si dosh na ditën e nusës, kënosh na gjerja ditë si dmajte. Rresh nga grupë shoqet e në kënoshme. Tani, Buzmadhi kishte të tjera tradita nga qyteti, flas nga Kuksi, nga Tropoja, kishte të tjera tradita? Po, ani mama, po, krejo, të kre ka Kuks. Ani ka zonat tona fshatë, shaj, kishkinak, këtë zonat. Kishin të tjera tradita? Çfarë ka pas një gjë për shkakun që e ka pas tradit zona juaj që nuk e kishin tjerë? Një kënga, një... Po, këngë, shkosh në përdash me mazdar, ke bash në henglo, në lushin borra, domina, pëllzona, kejt. Po gratë çfarë bënë? Kënoshin, lushna. Edhe gratë dhe burë? Po të ndasma ishit të ndarë, apo? Po, jo, më vesh, majsh të vesh, shoko të vesh, doza të vesh, gratë vesh, të gjithë rini veç brënda një? Jo, më vesh, po jo, më një, që kish në shtashna në përshok. E kuptoj. Jo, se s'kish në sa soda, shesh në përshok. Sa e bukur që është fjalla odë. Po, otmishe. Ala e përdorim otmishe. Otmishe. Është shumë e bukur. Po, ku janë që tani s'ka o më? Kam tek, më s'ka një njëzit, që të është tani bo njëzit më ngër një një qitërin. S'ka o më? Vërtet, shumë e ndonë? Po. Me të posha, tajt ma me të shkili me kom tapin e në më. Me të zgjatë dorën për se vabë të zotit.
Së më një mon kush, kërkush. Si u prit martesa e parë? Ti si njohe bashkëshortin e parë? Me shkus. Me shkus? Po, me shkus, burri motrës. Burri motrës ta njohe? Ka motrën atje, ajo motra I tha si, ç'është shta, më paon motrë, kështë motra, unë të pnate, Ishe dhe mbjet motra. fasule, të Ti pnate. doje të martohesh në të vërtetë apo? Për kishë moshën, më tamam moshën. Kënë dakord, prindrit, vllazërit, ishim në të moshën për mu martuar. Okej. Vllazënit e vendosnin. Po, që e nëse të po, martohesh atje. po, baba, po, Baba dhe nona. po, Të kishin thënë ata që të ka ardhur koha të martohesh? po. Të kishin thënë? Unë nuk ngjosh, nuk kishim qefen e pak, një 23, 24. Gjeni moshën 25, nuk ishim dakord, ma shkurt. Vërtet, Po, ë? gjeni moshën 25. Po, atëherë, s'nuk më gjutë. Pse mendon ti që deri në moshën 25? Pa ti është qekur ti kur të shkosh a gjithë deri huj ti dish punët së në gransh prej zumit se e reje, të finjët s'ki kisht ato regullat. E në unë ishim plus ishe qekë, plus ishim. Se që ta shtaj 15, shanë 15 shkoj, se shkoj, më thu du me shko të burri, 15, 14. Të shkoj të burri 14 Po, vjetë? thonë që ta shtaj cacat. Kush janë cacat? Kejt gocat. A, gocat. Po, kejt gocat tani thonë shkëm të burri që të shtaj. 15-16 vjeç? Po. Jo. Po, ke parti këtë? Jo, pa se si kam pau, në pe kam pa televizor. Jo, tani martohen 30. Ja, rallë në një se rajnë, se dënë me rallë. Jo, se shkon banë shkollën. Banë shkollën e nësë shkon. Kërse këtë si s'banë shkollë, thonë do të martohen. Dhe pastaj të njohu Po, kur e pe këtë djalë. po. Mund të thoje jo? Ja. Jo, unë së thëshëm se kishim prajnë nga nënë e nga vlezrit. Vërtet, ë? Po. Nuk e ke parë më që atëherë? Si u martova Po, për si u para? martove, jo. Për para vetëm njerë, si u martova, jo. 3 muaj martes, shkoj. Dhe pastaj nuk Jo. se pe më kur. Jo. Ka konë gjallë zëtë një. Hini në të lunat, shtojtë në shushnijat e në të lunat, në ka fitanje, ka fituat në lunat si ka lu. Ka fitan 90 milioni do. Por ka desht me I pra për zdriti I ka hup krejt. A, më me bëgjohë? Po, me bëgjohës. Po, dhe I Po, humbi të gjitha po, me bëgjohë? I hupi kejt ato. Sikur fitoj një herë e ne ka hi pra për zdriti. Po, e ne kur ka hi për zdriti I ka humbi. Po, e ka hupe në... E dihet I që ai ishte bëgjohës gjithë? Po, më tregute, se Ta nuk e kishe dishe mu, po, më thanë se Që në ka fillim? hi burri, po, ka hi burri në dije se, shta unë prita të shpia. Prit, po, të të vim, thojte, po. Po mirë, ti u njohe me këtë personin Po, në fillim. po. Shkove direkt në Po, fshat? po. Te cili- Jo, kam rënë një vit pa shkuve. Një vit. Një vit pa Po, shkuar në fejes. fshat. Po, Vetëm fejes. Po, Dhe një po vit si pa ishit fejes. fejuar? Ti rrihet te shtëpia jote? Po, ai shkojtë në Gulbet, si për hejë. Greqi ka konë ma shumë. Kur më morë mu, shkoj në Anglisht. Ishte dasëm e madhe? Po, më kanë në makine, më kanë marrë. Po, dasëm e madhe. Çfarë viti I bie? Ti ke qenë 20 vjeç, Po. 95. Po, Në 95. në 94. Në 94. 94. E ke shijuar ti dasëm? Po. Se tradita e kërkon që nusja të qaj. Jo, më qava këtu mu, atje nuk qava mu. Qava të prindrit, ma Vërtet, si u e? dava. Se te prindrit. Po, të prindrit, ma, unë nga vllazë, nga motra. Jo, dakord, po e kam fjalën në fillim kur martohesh, si e ka Atje, traditën këtu. madhe, po. Po, këtu qava. Kur del nga shtëpia duhet Po. qash, ë? Po, pastaj, thonë, Në jo. dasëm, Ja, më ndarësëm do të rrosh pinc. pinc, ke kërcyer gjithkohën? Po. Në dasëm? Po. Kur e more vendimin për t'u ndarë? Kur kam mush 19 vetë, ma poshtë se sa ta ardhe në një djallë tezje kam atje, Jo, për t'u ndarë, për t'u ndarë. Po. Kur e- po më për të ndarëm të Aha. tregue. Më thani djallë tezja është të gje ka hinë të lojnë atë nuk his dorë ma. Nuk heq më E dorë. vunë me shkojtë e shafte, sa e gjithë kosi, më remet të punën e në shkojtë e shafte. Në të të shkojtë, thëjtë të në bareshme. Thëjtë ki his dorë, thëjtë se ki s'kthehet ma, se ki shkon prap e luë. Si kur fiton, në shkon i lena Po mërzitet tjetër? Bo, në mërzi e papa u me. Vetëm kashe. Ishte problem që ti ishe divorcuar? Jo, ishte puna pa ata për të fësim, po... E erdha vej. Për të njohur dikë tjetër. Jo, kur. Ja,
A gjë, ku ishëm? Ku jeton? Po, Ja, po. ja, se bashëm atë po. Ja. Kur në botë me dita se të jeshëm të rëshëm botë me sa. Që të mund të njihet dikë tjetër. Ja, jo, mos e në marrë dhe të prindrit, unë e kam rroj 3 muaj. E në ki lusnës, ki Veselin shehi, i tha si, shështë ka filonja, e në si du shku taku e shafe, ka orë, jo se kanë shlu, e di për shemë. Se e shlu mja merë një shkollë ma, po ka është si ja këthi e burin nga Anglia, fmi nuk ka, shko, erdhen pa. Sa vjeç ish kur u martohe për herë dytë? 40. 40 vjeç? Po, 40 vjeç kam bërë kavajs. Po. Kam rrë shumë atje më. 40, fix 40. Oh, wow. Në erdhen pa, E në ti ke rrallë qëndruar, dakord. ti ke qëndruar 20 vite Po. beqare. Po, 20 vetë beqare. Po pate persona djemë të tjerë të cilët mund të... Si më thëshë, po, Eh, po, si erdha prej atjes, po. Të kërkoni, no? Po. Po ti nuk si e morën, pranoje? ja, Pse? nuk dushim. Që bënte ky? Më Erdhë më përpara si e kishte emrin? Ramazan. Ramazani. Po, ka 2 fëmi. Ka djalin e pare, ka me grën e pare. A, pra kishte qenë i martuar Ramazani. Po, me grën e pare. Grën e pare ka shluë, ka djalin 25 vjeç. Po. E në grën e dite ka marrë naurën, ka një vajzë, sot vajzën 16 vjeçe, në më ngrej 3 të këtej burit. Ti e gruaja e tretë? Tretë. Të mërziste kjo që ishe gruaja e tretë? Ishte diçka kishte. Pa, po nuk ka konë që ki. Po, E që më burë i mirë, burë zatë mirë. po. Pse nuk jeton më? Jo, po vetë më ka prit, Po, me po, 5 pse? korrik. A, me 5 korrik të ti? Po, bre, nësë mjetë kishin stopa. Ishte e lumtur kur mbete shtatzën me Rominën? Po. Vërtet? Flas. Doje shumë të bëheshe nën? E kishe patur me qef? Po, me qef, mu, se ishim nën pa fëmi. Ti bëje një vejs, po. Nuk është se kishe patur në një herë probleme. Jo. Romina, ku ti ngjanë? Se Romina me ty nuk është se ngjanë shumë, është bjonde, se bëj që... Po, ato di fëmijë tjera në shështansi. Di fëmijë tjera si ka me fjokë bardha. Ngjanë në Ramazanit. Po pse ja vendos emrin Romina? Unë jo. Ja ka vënë caskunauti. Po pse Ato ti si ja doje emrin? kishin qejf. Ti si ja doje emrin? Jo, prindrit kishin qejf, si nga se s'kishin fëmijë, që 40 vjeç grua, në kishin qejf. Masa ne ki bori tha jo, tha se të t'ja vene një caskunauti. Caca 10 vetë. Në ja vënë. Romina tani është, sa vjeç jeti Romina? 10. 10 vjeç. Po. 10 vjeç. Dhe jesh në klasë të 4, është pika jo dhe dobët, Romina. Po, vetëm s'ki. Se tani vetëm atë ke. Po, vetëm. Po ti vetë punon? Bërish? Po, s'ku të punoj. Kam zhetë punë, jo, se kam marrë jo. Nuk kam zhetë punë. Du të punoj, po. Ta shohë në i punë. Po këtu si po jeton? Me qa po e pagun qëran? Po një të më falët, një 30, një 10, një 50, një vllaj, njerëz që ti mojnë, motrës, po. Po në Kukës pse erdhe? Pse nuk qëndrove në fshat? Po s'kishte ku me isha vajzën të shkollës, ishte largë shkollë, do me ishte me makinë ku ta shoj, kush mas, ma më të kërkush. Në shkolla largë, do me ranë qendër me ishu. E kuptoj. Dhe more vendimin që të vije këto. Po. Për ta shkolluar. Po. Do që të... Do të bajnë prej vajzës. Do që ta bëjsh shkollën, Po, po. Shkollën që ti se bërë dot. Kjo. Qa ke qef si Romina të bësh? Pëlqen infermiera? Edhe ti si mami? Infermiera. Infermieria është e bukur? Apo mjeke? Infermierët pëlqen më shumë, ë? Po ke kërkuar për punë ti vetë? Po. Ke kërkuar për punë? Po, pastruse. Nëse për banketa me në lokala, me lajnë. Dhe nuk kam pranuar? Nuk të kanë? Jo, se s'm kanë pranuar, po s'kam zhejet, jo. Nuk e gjetur, Jo, nuk kam zhejet. Po Ta e këtë zonë me. Si dhe bësh për paradita? Po jo, shkollë, vajzat e shkollë, tani shkollë veca nga. Po të gjesh një punë, flas, po të gjesh një punë. Jo. Po, orte pa e vajzë madhe. A është vajzë madhe, shkon vetë, Po, vetëm me kon pa qef, kam telefonin unë e folim bashkë, bisedojmë. Me shëndet është mirë? Jo, e kam me Vetë me shëndet, flas, Romina, si është? Në farso, e kam me spital, po mirë nga vesh në telefon, po spital se ka gurë në veshke. Çfarë thua? Po, ka ranë, e ka pas gurin të në thithë, që është e ja shkrin gurin e ja 3 shatën e ka ranë, komplet barkin me ranë. Në jep krizën e shetë spitali.
Po bashkëshorti nuk të lanë një gjë? S'kishte diçka që të të linte një shtëpi? Shpeja ashtë, po, ku të rashëm pa... Në fshat, po, e po, përdorish. se shkolla. Po për librat, për gjërat, si ja ke bërë për çantën? Jo, ja kanë dhënë falas shkolla. Ja ka dhënë falas, Po, a? po, s'kuta me. Jo. Cila e lënë përqendër, Romina? Gjuha. Gjua, e ke qef gjuhën? Shumë e bukur gjua. Ke libra për të lexuar ti? Ke vërtet? Cili është libri jot i preferuar? Gjuha. Jo, për ta lexuar flas, një libër kështu jashtë shkolla. Lexon? Po. Lexon, a? Bravo, të lumt. Sa mirë? Vajza ka ilaçe apo? Po. Është pa ilaçe. Ka ilaçe? Jo, ka ilaçe që mund shikoj fare ka shirupat. Është me shurupa. Po, shirup. Ta shikojmë pak shtëpinë? Se s'kjua, mos ka gjithë. S'kjua është, s'kam që tërku më. Po Që, mirë, esh. dakord. Se banja. Që Kjo është shape. kuzhina jote, ë? Po, eshe. Esh. Po këtu bëhet ujë, këtu derdhet. Po të ju dhe po gjithë banë. Lavatriça. Po, Po këtu çfarë ka? po, jo, është magazinat e pronarit, sa është e ime. S'është e jote. Ja. Ky është tualeti, ë? Po, banja. Po sa tualeti i vogël. Po, hajtë më. Këto Po, thoja. Po ky ka Kja priza. Priza. Po, prize Për me fërnejo. ungrof. Po. Çfarë ke ti vetë me merak në gjithë këtë jetën tënde? Ke ndonjë peng? Po, se më shko jeta. Eshe që më ka shku jeta, 50 vetë martes, ka shku jeta rëglan. Pa u kënash. Po më vetëm ku jam gëzon jetimes për nga vajza. Po ke lind vajzën, ë? Asni, po, në asni këmi. Ajo ka qenë lumturia jote vetëm. Po, vetëm se ju, në asni të tjetër. Baba me nonën kanë vdekur? Po, jo, nonën e kam, babën, jo. Sa vjeç është nëna? Nëna 85. E ke menduar që mund të martohesh përsëri? Tani? Mm. Ja, kur. Ja. Pse? Ja, më se po nuk bëhet. Po pse nuk bëhet? Vetëm me vajzën time të tjetër. Po ti u martove për herë të dytë. Po më martova për herë ditë se nga se s'kishën fëmijët në hipi një sikletën, të shëm si të më bëjnë vajzë. Po burri jot ka pas 3 gra. Ish burri. Unë jam e ngritur. Ti e treta. Po. Po e kishte, po unë dëshëm një fëmijë. Dëshëm martoj për një fëmijë, të bëshëm nënë me fëmijë, të më thashin mamë. Nga lumturia më. Po ti veç a këshille je Rominës? Unë të edukoj të bëhet vajzë mirë, vajzë sjellshme, sikur unë të bëhet në kjo. Jo më e mirë se ty. Ma mama ku me zhet bëhet më e mirë se unë, po njëherë Më unë thuaj çfarë ke ti të mira për shembull? punëtore, Çfarë ke ti të mira që duhet ti marri Romina nga ty? Unë jam e sjellshme. E sjellshme. Po, punëtore, e pa pome, pastrore, Po. vizllore. Çfarë janë këto moj? Ku i gje këto fjalë? Me gjitha kam unë. Do po, krajë hushte, pa llafe, pa këtë. Je pa llafe, e nërshme, po, këtë e kam. Po, Në kjo të bëhet, që është më të shuhe... Dakor, po më thuaj një gjë të keqe që e ke. Jo, zënë të keqe nuk ka. Ja, nga stresi i burrit, po, jam bën nevrike. Je bërë nevrike, Po. je pak nevrike. Po, jam bën. Nga që mërzije burrit, pa më mërzi. Vetëm që je nevrike. Po, që nga që... I bërtet ndonjëherë Rominës? Ja, Jo, asnjëherë. Jo. Të bërtet kjo Romina ndonjëherë? Se lëri se çfarë thot këtu në sy të kamerës. Jo. Ha, të bërtet ndonjëherë apo jo? Jo, je sigurt. Jo, kur në bo. Kë kishe pak më pikë të dobët, mamin apo babin? Mami. Mamin, ë? Ke qenë gjithmonë më e lidhur me mamin? Po. Po mirë, në qoftë se Romina do kishte qef një modër apo një vlla. Janë ma mirë, po. Ma mirë. Po. S'na i plotësoj zoti dëshirat. Se kishe dëshirë të kishe më shumë se sa një fëmijë? Po. Ke padur qef, ë? Po, burri nga se kishte fëmijë, thojtë sënë rrisim dot. Se kishte në ditë tjerë. Paresha, po ty kushta vendosi emrin? Mua atje, baba. Baba? Po. Që unë nuk knaqja shumë që të takova. Shumë Edhe uroj që cili do që ka mundësi që t'jap një ndihmë të vogël për Bareshën edhe për Rominën e vogël mund ta bëj.
Se shqiptarët gjithmonë kanë treguar që janë dashamirës. Po dhe të falenderoj ty që më tregove historinë tënde. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit edhe prej jush. Faleminderit shumë. Me Bareshën që është edhe kur më tha që është 50 vjeç, ti nuk dallohesh që je 50 vjeç. Po. Nuk dallohesh. Ja, nuk ka se. Është mamaja e Rominës, po edhe një grua shumë e fortë, që pavarësisht se çfarë ka ndodhur në jetën e saj, për të shkolluar vajzën ka ardhur në qytet. Po. Edhe kjo është gjë shumë e rëndësishme. Pra për edukimin, për ta shkolluar vajzën, për t'i dhënë arsimin e duhur. Faleminderit shumë Baresha edhe një Po, herë. shumë faleminderit edhe prej jush. Vazhdoni dhe bëni sugjerimet tuaja sepse unë ashtu e takova Bareshën nëpërmjet sugjerimeve tuaja në rrjetet e mia sociale. Më shkruani tek Flori Gjini, më thoni nëse është dikush që duhet patjetër të dëgjojë historinë, edhe që gjend përbashkëta me Bareshën në jetën e saj, nga jeta në fshat, në qytet, një divorc, një martesë, po edhe vështirësitë në përgjithësi. Kështu që pres gjithmonë sugjerimet tuaja dhe mos harroni kanalin e YouTube-it Flori Gjini për të ndjekur të gjitha intervistat që do të hedhim këtu, të bëni subscribe edhe zilën e njoftimit. Gjithë mira, takojmë në episodin e radhës. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.